Rreth 919 milionë euro është dëmi shkaktuar përgjatë vitit të 2015 nga institucionet shtetërore. Gjatë raportimit në Komisionin e Ekonomisë, kryetari i kontrollit të lartë të shtetit Bujar Leskaj tha se institucioni që ai drejton ka kryer 158 auditime për performancën e institucioneve dhe zyrtarëve të lartë, duke konstatuar dëmin ekonomik prej 919 milionë euro. Parregullsi dhe shkelje financiare në të ardhurat dhe në shpenzimet e kryera me dëm ekonomik të përgjithshëm në shumën totale prej 125,8 miliard lek ose në 919,9 milion euro. Kreu i KLSH-s Leskaj kërkoi qeverisë hartimin e një ligji për përgjegjësitë materiale. Të trajtohet përgjegjësia financiare e punonjësve të njësive publike, zyrtarët e lartë dhe punonjësit e gjitha niveleve për dëmet ekonomike të shkaktuara qëllimisht apo nga neglizhenca gjatë ose në lidhje me kryerjen apo mos kryerjen e detyrave të tyre zyrtare. Opozita në Komisionin Parlamentar ngriti shqetësim se pas auditimeve dhe kallëzimeve penale, çështjet nuk marrin zgjidhje në gjykata. Të përcaktojnë masa dëmi dhe pas kësaj këtu mbaron puna, askush nuk merret dhe as në gjykat nuk shkojnë dhe përsëri nuk ekzekutohen, unë mendoj që kjo nuk është normale. Kjo është një abuzim, kjo është të lozim me veten tonë, të bëjmë sikur. Një defekt shkaktoi ndërprerjet e energjisë elektrike, duke mbyllur edhe punën e Komisionit Parlamentar të Ekonomisë. OSHE sqaroi minuta më vonë se ndërprerja e energjisë erdhi si pasojë dëmtimit të linjave nga punimet që po kryen në ndërtimin e unazës së re. Jashtë sallës së mbledhjes, kryetari i Komisionit të Ekonomisë, deputeti i Partisë Socialiste Erion Braçe, tha se raporti vjetor i KLSH-s nuk është i plot. I pari ka të bëjë me marrëveshjen e zgjidhjes me mirë kuptim të marrëdhënies midis Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe kompanisë ÇEZ. Do doja të thoja edhe një herë që raporti i kontrollit të shtetit në këtë aspekt për ne është i paplot. Gjatë vitit të 2016, kontrolli i lartë i shtetit do të auditojë në veçantë marrëveshjet koncesionare dhe procedurat e ndjekura për partneritetin publik-privat në ofrimin e disa shërbimeve.